Një rast tronditës ka dalë në dritë në Milano, ku gastroenterologu dhe një herësh kryebashkiaku i Rivolta da Ada Cremona, Giovanni Zgroi, 70 vjeç, është vendosur në arrest shtëpiak me akuzën e dhunës seksuale të rënduar ndaj 4 pacienteve. Hetimet janë zhvilluar nga karabinierët dhe janë koordinuar nga Prokuroria e Milanos pas një denoncimi të bërë në maj 2024 nga një paciente 24 vjeçare. Gjatë hetimeve përmes përgjimeve telefonike, analizave mjekoligjore dhe kërkimeve të tjera, janë identifikuar edhe 3 viktima të tjera të moshave 34, 36 dhe 43 vjeç. Sipas rindërtimit të bërë nga prokuroria dhe kolegja e saj, abuzimet dyshohet se ka ndodhur gjatë egzaminimeve me ultratinguj të barkut në qendrën mjekësore specialiste Pozzulo Martesana, një strukturë private ku Zgroi ushtronte aktivitetin dhe mbante postin e drejtorit mjekësor.